zotit Asit Memia, kryetari i shoqatës Imazhi Shqiptar, nuk është i pakët, që e vyrë që ai ka lënë gjurmë në histori në këto vlera shqiptare. Si kryetari i Imazhit Shqiptar në Bozë dhe si kryetari i Asamblesë Federale Paqes Universale për Shqipërinë, ju kam përkushtuar asaj ideje që gjysë të gjyshit na kanë edukuar që ndjep e në bark nancë. Ne kemi bërë aktivitete të ndryshme, në Përshëv kam qenë mbi 4-5 herë, edhe pse në vitin 98-99 kam qenë listën e ekzekutimit Slobodan Miloševićit dhe pas vitit 2000 kam qenë non grata për disa kohë. Në 94 më kanë arrestuar, kam qenë gazetar radio televizion, pastaj kam marrë në Përshëv e në Bojanovsk kem hap një universitet që mbylli represionin serb, sepse unë në Sanxhak kam gjakun e dajës tim. Bajram Haxhi Biberi ka vdek, ka ra dëshmor në luftën e dytë botërore. Pra, na lidh gjaku, vujtja, gjithçka. Ne kemi bërë aktivitete shumë të aspo hy për t'i përmend, por simboli i Imazhit Shqiptar është Armenia, Dardania, Iliria, Dardania, Çamria. KOMBE. Katolik, ortodoks, musliman, Bektashi, Imazhi Shqiptar, identiteti kombëtar. Dhe lutja hynore në Anë Tereses. Këte kemi bërë, kemi marrë pjesë 100 vjetorin e pavarësisë, ne japim një statuj, kemi bërë 30 vjetorin me 30 dhjetor vjetë, dhe kemi dhënë çmime ambasadore, kemi nxjerrë edhe një libër 650 faqesh me materialet e medjes perëndimore ku kam qenë bashkëautor dhe gazetar. Është libri Imazhi Shqiptar, ambasadori Imazhit Shqiptar. Njëkohësisht harroj profesor Xhepi me përmend, ne kemi bërë konferencën e parë shkencore ndërkombëtare për drejtat e lirisë të Përshëvës Lugins Bojanovsit në Institutin Albanologjik në Prishtinë, ku ishte edhe sekretari i përgjithshëm i drejtave të njerëzit të Evropës. Ju përshëndes gjithëve, Zoti u bekoft, Zoti e bekoft Shqipërinë etnike, reale, të vërtet natyrale.